se nana e vërtet shkrihet që djalit vet as nikimi mos mungu. Vallahi s'ka si nanë. Kanë qenë dy gra që kanë lind në njëjtin moment. Për shembull, dy gra kanë lind në njëjtin moment. Njëna sa e lind fëmijën, i ndron një fëmijë. Ajo tjetra që i vdes fëmija, do të thonë, këshire, janë dy gra, njëna është më e mushume, njëna më e re. Kësaj më të mushumës i vdes fëmija. Kjo që është më e mushume, ja vjedh fëmijën kujna, kësajna që është më e vogël edhe më e re. Edhe në moment, kjo thot, "Më besë fëmija është i jemi", thot, "Jo nuk ka fëmija joti". Thot, "Fëmija është i jemi", thot, "Jo valla s'është fëmija joti". Edhe përbetohet në Allahun azza wa xal. Edhe marrin shkojnë ku te Daudi alayhis salam. Në moment Daudi alayhis salam i thonë, "O Davud, kjo dosh më marr fëmijën, kjo që e ka rëmby, që e ka vjedh fëmijën". Ama kjo tjetra është nana e vërtetë, ama realisht ti nuk ki fakte me dëshmu. Në moment Davudi, kur e shes se fëmija është në dorën e kësajna që e ka vjedh, s'munët mi thonë se është fëmija, sa i tjetër thot, fëmija është e joti, edhe pse e ki rëmby, edhe pse nuk e dike, do thonë këtë rast Daudi alayhis salam, i thekë fëmija është joti, edhe këto u largun. Nana që ja patën rëmby fëmijët, u prek shumë. Në moment vendosën këtu diat me shkruajtë e Sulejmani alayhis salam. Kështu na jo mençuria. Po nuk përdoret mençuria veç ku do ti. Mençuria përdoret në momentin e caktuar, kohën e caktuar dhe rastin e caktuar. Shkojnë te Sulejmani alayhis salam, edhe Sulejmani alayhis salam i këshir tudijat, edhe ja u tregojnë tudijat hallut. Ky e jepat versionin e vet, tjetra e versionin e vet. Në moment Sulejmani alayhis salam thot, "Kena me marr fëmijën edhe kena me do për gjys". Thot, "Gjysën ty kam me ta dhon, gjysën ty kam me ta dhon". Nana e vërtet, kur e nin këtë fjalë thot, "Jo, le t'ja marrë fëmijën, çajo shka e ka në dorë". Çka i bie kjo? Çka i bie kjo? Sulejmani alayhis salam dalet edhe thot, "Fëmija kana joti, se nana e vërtet shkrihet që djalit vet as nikimi mos mungu. Vallahi s'ka si nana. Vallahi billahi nuk ka si nana se nuk do me lën fëmijën e vet mu lëndu".